E se çfarë ditë është na presin në vijim, është Besim Aliu nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ai i cili besoj më konkretisht do të na japë edhe detaje. Zotri Aliu, përshëndetje. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e televizionit 21. Atëherë, çfarë moti pritet gjatë këtyre ditëve në vend? Po, situata meteorologjike veç dije se ka ndryshuar si rezultati masave ajrore, të cilat kanë ardhur nga pjesa veriore dhe veriperëndimore e kontinentit. Të masa të ftofta të përcjellura me era të fuqishme kanë ndikuar në uljen e temperaturave dhe rreshtet e shiut që janë shndruar në rreshje bore në gjithë territorin e Kosovës. Nesër parashihet që temperaturat të ulën diku dera 9-10 gradë Celsius, minimalet kurse maksimalet rreth zeros. Parashihet që të kemi rreze dielli, por që ato rreze nuk do të ndikojnë që të rriten temperaturat maksimale. Pastaj gjatë vikendit sërish pritet që vendi ynë të ndikohet nga masat e ajrit me presion të ulët atmosferik, kështu që pjesa më e madhe të atmosferës në vendin tonë do të jetë mbuluar me vranësira të cilat do të takojnë shtresës së mesme dhe të ulët të troposferës, dhe kështu që me uljen e presionit dhe erave të cilat vijnë nga pjesa veriore, do të krijojnë kushte që të kemi sërish rreshje shiut, pastaj ato rreshje do të shndrohen prapë në rreshje bore. Do të thotë dita shtune e diellit dhe pjesa e parë e ditës së hënë parashihet që të kemi rreshje, do të thotë të kohëpaskoshme. Pastaj ditë tjera deri me datën 16 apo 17 janar pritet që të jenë të ftofta me acar, mëngjeset do të jenë të ftofta, do të thotë me temperatura minimale dyshifrore, kështu që apelohet për ngaset apo drejtuesit e automjeteve që të kenë kujdes të shtuar për shkak të ngritësave të cilat do të jenë prezent jo vetëm viset e larta, por edhe viset të ulta, do të thotë, dhe ngrica do të jenë prezent pra gjatë gjithë ditës, jo vetëm në orët e para dhe gjatë natës, por do të jenë gjatë gjithë ditës deri me datën dikon 16 apo 17 të këtij muaji. Pra me atë sa po kuptoj, zotri Aliu, bëhet fjalë për një periudhë e cila ka nisur dimrore, kështu dhe që nuk pritet të përfundojë së shpejti. Po, sigurisht se kjo borë që ka rënë dhe masat ajrore të cilat janë prezent nga pjesa veriore e kontinentit, do të ndikojnë që të kemi acar, në thot acar gjatë natës, dhe gjatë ditës temperaturat të lëvizin rreth zeros, por që do të jenë këto ngrisat do të vazhdojnë për një periudhë bukur të gjatë. E ku pritet që të ketë situata më kritike, vende më të ftohta që qytetarët edhe t'i marrin këto paralajmërime më seriozisht? Po, sigurisht se këto temperaturat të cilat janë në vlera negative janë në favor të motit dhe të gjithë popullatës, për shkak se shkrirjet do të jenë të ngadashme, sepse këto temperatura negative nuk do të lejojnë që kjo borë të shkrihet për një herë, por do të shkrihet dal nga dal, sepse temperaturat do të vazhdojnë të jenë kështu negative për një periudhë të gjatë. Qytetarët do të kenë kujdes sigurisht si në komunikacion ashtu edhe në ruajtjen e pronave të veta. Këto paralajmërime që i keni bërë edhe ju si institut, a mendoni se kanë qenë të mjaftueshme në kohë, apo janë situata që kërkohet një komunikim më i shpesht me qytetarin, publiku në këtë rast? Po, ne vazhdimisht i postojmë parashikimet e motit për vikend, do të thotë të premten, e postojmë parashikimin e motit për ditën e shtunë dhe diell, pastaj të diellën për 5 ditë të ardhshme. Ne gjithmonë jemi korrekt dhe jemi të pandërprerë në këto parashikime. Por që jemi në sinë e dimrit dhe ne nuk mund të dimë saktë sa sasi do të vjen në një territor të caktuar, por që kemi lajmëruar se pjesa e Dugazhinit do të ketë rreshje më të larta se sa rrafshi i Kosovës, kështu që ne në bazë të motjeve që kemi bë, kanë kaluar 250 litra për metër katror në Junik, në Gjakovo rreth 200 litra, në pjesë të tjera mbi 100 litra, kështu që edhe Malisheva ka qenë do të thotë ka pasur shumë rreshje të shiut, Drenasi ka pasur më pak, por e kemi pa vërshimet, por që nuk janë këto vërshime për shkak të rreshjeve, por për shkak të infrastrukturës së dobët sigurisht të atyre qyteteve. Dhe si ndikon kjo infrastrukturë, zotri Aliu? Mendon se duhet që të punohet më shumë në të? Po, sigurisht se të gjitha komuna do të kenë kujdes që lumej që i kanë në territorin e vet, të rregullojnë shtratët e tyre, të mos hudhin betorina, të mos i blokojnë do të thotë ato do të thotë kanale që janë të dedikuara për rreshje, dhe kështu secila komunë mund të veprojë do të thotë pozitivisht në favor të popullatës, sepse këto mbetorina që po hedhen apo lumej dhe lumej që janë shkatruar me vite tëra nga faktori njeri, do të thotë që
është marrë shumë rër nga për tregti, dihet se çfarë ka ndodhur deri në vitin 2017-18, s'm kujtohet, por që janë dëmtuar shumë shtretet e lumeve dhe tash natyra po bën punën e vet. Po hakmerret ndoshta, po e themi kështu në mënyrë figurative. Zotëri Aliu, kënaqësi që ju pata, faleminderit shumë për të gjitha këto informacionet që ndahet me ne. Faleminderit për ju, ditë mbarë. Kënaqësi si gjithmonë.